Faleminderit të nderuar kryesues, të nderuar koleg. Natyrisht se korniza fatmesme buxhetore ose duke thirrë në bazë shkurtësisë KAD është një dokument që ka një analizë të hollësishme të buxhetit dhe shpenzimeve të buxhetit komunal. Prandaj kërkon edhe një trajtim pak më të thellë, edhe pse u përmend që te lista e projekteve kapitale nuk është përfundimtare, mundet mund ndryshu, por si dokument meriton një trajtim, edhe pse është një dokument që është deri me këtu është proceduar mirë, u përmend edhe nga drejtori që para se me ardhë deri tek ne janë përfil gjitha kushtet duke bazuar në projektin ose në hartimin e në bazë qarkullës buxhetore lëshuar nga MEF-i, po ashtu është lëshuar një qarkullë interne që me një farforme ju ka dhënë hapësirë dhe ju ka treguar drejtorëve se si duhet bëhet planifikimi. Ndërsa për fillim unë po nalem tek tabela këtu tek projektet me bashkëfinancim faqe 9. Natyrisht kjo është pika jone adopt, të cilën unë inkurajoj dhe kërkoj për vetë kryetarit që fatkeqësisht nuk është këtu. I kena vetëm 7 projekte me bashkëfinancim, që edhe këtu kam një propozim dhe një sugjerim për drejtorin që na bjen në kornizën afatmesme buxhetore, ndoshta kishte qenë mirë që kur na vjen kjo tabelë në herat e radhës, se ta shkoj. Për shkak se na vetëm pedim për shembull që çito projektet bashkëfinancimit kanë mu investu në 2017-2019 ndahen në vite sikur që kanë ndodhur listat e projekteve kapitale. Drejtori mundet këtu më thonë po mirë zotni. Po unë nuk e di sa investon ministria. Për shembull në vitin 2018. Okej. Ato që nuk i din tipi ministrisë mos i inkorporon fare në tabel, po foti vetëm këto të bashkëfinancimit ton. Ndërsa natyrisht se nuk pajtoj me numrin e pakt të projekteve që bashkëfinancohen nga komuna jonë, edhe dyqysh na dhe vetë na pjaqelëm derën. Për shembull nëse shatjet e lista e projekteve kapitale, vetëm 30.000 euro, na i këna nda për bashkëfinancim, dyqysh na me një farforme, hala pa mor pjesë ose pa participum projekte ndryshme me një donator, na dyqysh vetë ju po kofizohemi, për shkak se po ndojmë shumë pak mjete. Dhe natyrisht, atëherë na përfundon lista vetëm me 7 projekte. Se unë mendoj që këto projekte cilat janë bashkëfinancim janë pak për komunën e Dërnënasit dhe sigurisht që barra e përgjegjësisë i bie mbi kryetarin, për shkak se ai duhet me logu dhe me ecë matutje, po edhe mbi drejtart, për shkak se drejtori duhet me insistu të kryetari me quni planifikim të buxhetit edhe një kërkesë pak më adekuate. Tash nëse i shetë që to projekte që janë më të mëdha të bashkëfinancimit, shumica këtu janë bashkëfinancim me Ministrinë e Infrastrukturës. Dyqysh na u ka bën kryt asfalt, s'po dina me dal pe asfaltit. Asfalt. Po mirë bre, për shembull, pse na mos me këshyr edhe me nxjerr bashkëfinancime edhe nga ministri tjera. Për shembull, unë kam disa miq ndërkombëtar që kur vinë verës në Drenas, për shembull, shumë ju kum fol për të kaluarën tonë edhe për luftën e fundit historike që faktikisht na e dim mbi të gjitha çka kemi dhënë, edhe dyqysh ma boni një mik jam ndërkombëtar tha kur po më flet çfarë po më flet me patriotizëm të madh, ndërsa kënina po më krijon një paradoks ku një muze nuk e keni. Domthonë një muze nuk e kem, mi kallzu për të kaluarën tonë çka kena hek pe okupaturit. Tash dyqysh na, ai unë di që drejtori smunët sa ministrin dashtas nuk e pranon takim me kërku pe Ministrisë të Kulturës për shembull me bashkëfinancuar një muze të Drenasit që mendoj që është një prej projekteve që i duhet qytetit tonë. Po duhet drejtori me insistuar te kryetari, që kryetari përmes autoritetit tij, si kryetar komune, kryetari 51.000 banorëve, me kërku nga ministria dhe prandaj kërkoj nga kryetari që me ndryshu edhe politikën edhe strategjinë, domthonë të projekteve, jo vetëm dhe që jena apasionu mas asfaltit, edhe ata bile s'pesh shtrojnë a mirë, se t'i shkon bile me shtru mirë me na bo një kohë. Po qa me bo. Kalujem tutje të kategoria
kalojmë tutje tek kategoria modra dhe shërbime. Drejtori përmendi, domethënë që edhe mbas qarkullës buxhetore na u lejohet një ngritje e përqindjes tek kategoria e modra dhe shërbime. Domethënë që për këtë vit, domethënë është rrit faktikisht është nga viti 2016 në vitin 2017 është rrit për 4%. Pa ja që amboni përshtypje se këtu në fund matutje thët, për 3 vitet e ardhshme do të pritet mu 2 fishukje, ose ma shumë se 2 fishi, domethënë kalojnë 8.7 e 9%. Dhe ishta me ditë, apo rritet vetëm se po na lejohet një gjë e tillë, apo me të vërtetë është nevoja dhe na u kanë rrit shpenzimet për këtë kategori. Nëse është kjo, atëherë mendoj që është një arsyetim, po diqysh na po mendoj që s'kemi pas ndaj far adin rritje shpenzimeve, ndoshta nëse kemi pasur desht mu inkorporu pak ma domethënë në mënyrë më detajune me na sqaru pse është rrit kjo. Edhe pse mundok që drejtori e trajtoi sipërfaqësisht mirë, po e trajtoi vetëm ka aspekti ligjor. Domethënë që kena drejt ose s'kena drejt. Po na kur po morëm vendim është mirë me ditë për kanë po morëm vendim dhe për çka po morëm vendim. Ndërsa tek çështja e projekteve ose lista e projekteve kapitale, e kam një sugjerim, pasi që u tha dhe më herët që kjo listë e projekteve kapitale nuk është finale. E kam një sugjerim edhe për drejtori tjera, po edhe për drejtorin e financave, që kur të na vijë kjo listë para neve si asamblesë, si dhe të zgjedhun këtij veni. Domthon, për shembull nëse kishini këto projektet e para, drejtor. Për shembull asfaltimi i rrugëve në qytetin e Komoranit. Komorani, na e dim, nuk e ka veç një rrugë, ka X rrugë. Tani dyqysh na po morëm vendim. Okej, na po morëm vendim, natyrisht që aty ka nevojë edhe për shumë investime, po për shembull po morëm vendim 50.000 euro me çun Komoran. Na po mendojmë që ato 50.000 euro kanë më investuar në rrugë që është shumë primare, ato me dëshirën e drejtorit ose me dëshirën e dikujt tjetër, po investojnë në rrugë që ndoshta është sekondare. Domthon tani do po krijohet një lloj përqamje. Domthon këto projektet që domthon për shembull që projekte tjera shumë mirë i keni sqaruar. Për shembull ndërtimi i rrugës Tërsenik Lagja Caka i Kadishani Muleci Hoti. Pse mos na bie në këtë formë? Edhe na disa mbledhje më herët e kena miratu edhe domthon emërtimin e rrugëve. Na bie me emërtim të rrugëve, të di sakt kur të marr vendim unë si antar i komendit të di sakt për cilin rrugë ku marr vendim që çaj rrugë mu asfaltu ose mu rregullu ose mu ndrej trotuari ose le të dim sakt. Tash kjo proces veç ka mbaru. Nëse nuk i kena qit shenjat, na praktikisht e dina cila rrugë është emërtuar me atë. Domthon kjo mendoj që kishte më qenë mirë mu rregullu, ndërsa po ashtu tek projekti me kod 89095 bashkëfinancim me projekte me donator të jashtëm, kishte më qenë mirë mu rrit. Tash kjo varet për dëshirës tuaj, se ju ai jepni rëndësi mirë, po natyrisht kjo rritje bashkëfinancimit në projekte bëhet edhe me angazhimin tonë terren, konkretisht kryetarit në ministri të caktuar dhe pranë mekanizma dhe institucione të tjera ndërkombëtare dhe OJQ-ve ndryshme. Faleminderit.